Mirë se me erë dhe emisionin i pavarur, bëhet këtu në një studio tashmë prej druri me libra, duket sikur i përket një gjenerate tjetër, po ne po kaq lash sa ky dru jemi. Ne, do më thonë unë. Ndërkohë që në këtë emision nuk jemi të lash, po jemi të vjetër. Unë dhe Kristiano Xhanari që nga viti 2020, pak parë se të fillon dhe pandemia, sa ujë ka rjetur që atëre, gjërat kanë ndryshuar siç dhe nuk kanë ndryshuar. Edhe atëherë kishim kryeministër Edi Ramën, por atëherë ishte mandati i dytë apo i tretë, i dytë. Pastaj erdhi mandati i tretë. Pastaj erdhi mandati i katërt. Ne gjithsesi vazhdojmë, shqyr që ka mandate Edi Rama dhe ne kemi mundësi që të vazhdojmë këtë emision. Ka dhe ministrat e tij, ja për shembull Karakaçi, është ministër i Edi Ramës dhe Karakaçi thotë, rritja e çmimit të karburanteve, po diskutohet subvencioni transportit urban. Jam në kaluar, kush lëviz me autobus hoqi picir. Ku e hoqi, do të më pyesni ju. Në stacionet e Tiranës. Ma besoni, në çdo stacion, aq sa mbledh Berisha foltore ditën e hënë, sot për shembull, aq kishte nëpër stacionet e autobusëve. Njerëz të urtë, të ulur, të qetë, që prisnin autobusin. Vonë edhe gjysore dhe një orë shtyheshin shqiptarë dhe shkret, sepse shoqata e transportit urban dhe qeveria nuk ishin gjetur gjuhën e përbashkët. Flitet edhe që është një problem shumë i vjetër për shkak se ka që kjo pjesa e subvencionimit të aboneve falas për pensionistët, studentët, nuk e di. Por gjithsesi, kur vajti karburanti 240 lekë, herët më të hundës, dhe 40% të flotës e nxorën jashtë funksionit. Populli u shtyp. Por populli mas 2 ditësh pati fatin e madh që të ketë Karakaçin, i cili doli dhe bisedoi. Tani problemi është, ka një krizë globale dhe ne këtë e dim. Është bllokuar i kanali, ca thoni Korfuzit, po me sa diun është i Hormuzit. Ky kanali i Hormuzit, nëse nuk lirohet, natyrisht do të na shtrëngohet nafta. Por, me sa diun dhe një gjë tjetër, kam parë këto konspiracionistët për televizion, thonë që në shtator tetor. Ore, në Gjermani i kanë porositur në Mars merrni miell edhe gjëra. Pra do të thotë krijoni rezerva. Në Shqipëri pse s'patëm në rezerva? Si është ky punë? Nëse. Çështja e naftës besoj do të vazhdojë, kështu që s'po merremi sot, do të merremi kur të lirohet edhe në çik, sepse do të merrem edhe pjesa konspiracionistëve që thonë, jam edhe ky Trumpi, s'doli gjë. Se thati Trumpi, urdhëro si çfarë bëni luftë bëni Trumpi. Po do merrem më vonë me këto konspiracionistët. Mandro pak të lutem Kristiano. Udhëzimi Hilës. Hila është drejtori i ri i përgjithshëm i policisë. Jo më ndalime në rrugë pa shkak. Shkeljet do të evidentohen me pajisje teknologjike. Unë da përshëndes këtë drejtorin e ri të policisë dhe uroj që t'ia dëgjojnë fjalën, se në Shqipëri ndodhet edhe gjithsta shumë. Po, në rastin konkret shpresojmë që këtija drejtori i përgjithshëm të policisë, sepse faktikisht kjo që ka kërkuar është një gjë me shumë mend. Keni parasysh të ndalon polici se i teket, domethënë ti ke vendosur rripin e sigurimit, nuk e pir asnjë gotë, respekton tabelën. Shef policisë se ka edhe polici a llogaritmet e veta. Kalon thotë 1 2 3 4. E s'keni parasysh cekën me atë fagotin 1 2 3 4 es. E kalon një makinë 2 3 4 këto ta ndaloj thotë. Ky me këtë benzin e shill thotë, ky mi ngre nervat. E ndalon. Patent lejë qarkullimit dokumenta makina? Arsyeja ndalimit zotri, kontroll rutin. Kontroll rutin a thua se ti shkosh bësh check-upin tek polici. Kontroll rutin. Ti në punë tënde, në hallë tënde me makinën tënde. Pse duhet kontroll rutin? Mund të thojë edhe në këmbë. Pse makina është një mjet krimi me cilin duhet bëhet kontroll rutin. Përse sot kur policët kanë të gjithë evidencat e duhura, kur ne nuk kryejm asnjë veprim me letër, të vetmet letrat që janë ato që kërkon polici, letrat e makinës. Ndërkohë që polici si çym në tik i Albania mund të i policia, edhe sheh një targ që sa mbush mendjen, apo merr një sinjalizim, kujdes sepse 1 2 300 targa janë të tilla. Jo, vazhdon kontrolli rutin. Dhe kam përshtypjen që ky udhëzimi i hitës është një gjë e mirë, gjë e mençur. Në kohën e smart city-t, qytetit inteligjent, ku të gjithëve do na dallojnë edhe qimet e hundës kur arritën, ndërkohë që makinat vazhdojnë të dalohen me kontroll rutin. Është një gjë për të përshëndetur. Apo jo Kristiano, se Kristiano është me rakti i makinave. Ma hiq këtë Kristiano dhe vazhdoj me tjetrën.
rritja e aktivitetit ekonomik dhe rritja e pagave, /BB dhe FMN vlerësojnë progresin e Shqipërisë. Kam qenë një djalë i ri, i njom, sa që është Kristiano sot, kur kam filluar të dëgjoj lajmet në vitet 90 që thuaj Banka Botërore dhe Fondi Monetar vlerësojnë rezultatet e Shqipërisë. Ka 36 vjet që i vlerësojnë rezultatet e Shqipërisë. 36 të bekuara vite, jeta jonë, që Banka Botërore dhe FMN vlerësojnë rezultatet tona. Ne, natyrisht, nuk kemi aty tek Europë. Jemi pak në fund të kontinentit. Gjithsesi, vlerësohet progresi i Shqipërisë. Progresi do të thotë që ti mund të jesh me ndër në kak deri këtu, zbret deri këtu. Ky është progres. Pra një gisht mbi kak është progres. Nuk është se ti ishe këtu, për shembull zbret këtu, që është revolucion. Ishe këtu, zbret këtu. Dhe ky është progres për FMN dhe Bankën Botërore, në cilët natyrisht që kanë interes të kenë këtu punojësit e tyre me paga, me gjithçka, bashkë me kredit, me gjërat që jepen dhe merren. E me që ne flasim me letra, do t'ju them edhe një gjë tjetër me letra, të lutem anëzira të letrën e kryeministit tonë nderuar Edi Rama. Integrimi, edhe ky 36 vjet që dëgjojmë. Që kur ikur Amizalia e la atë të bekuar presidencë, ne kemi dëgjuar integrimi, do të hyjmë në BE, do të hyjmë në Europë, bla bla bla, Europë, kjo, Europë, perëndim, integrimi, quhet ka termin integrim. Kryeministri Rama këto ditë marri raportin e BE-s. Për prokurimet publike. Pra, prokurimet publike janë këto, rrugë, këto gjëra që bëhen, ose më shqip, tendera. Shqipëria reditet e para në rajon për përmirësimet e bëra. Po tamë po gjithë jetën e të para do. Edi, na nxirr një herë të dytë të vlla. Na nxirr të dytë se kjo e para na mori shpirtin. Se themi, jo për gjë, po i dyti çha. Pra, në qoftë se ne vjedhim me tendera, i luajmë zotin prokurime publike, po i dyti ç'bën? Po i treti. Po gjithë kjo rajon po ka dhe një të dhjetë, ata ç'bëjnë? Këto janë pyetjet e mëdha. Por ka dhe një sekret tjetër. Shteti është letër. Është mosh dhe elektronik. Pra, çdo thot letër, raporte, shifra, ky është shteti. Nuk desha thash tamam, nuk pyet njeri për ndryshimet reale në jetën e njerëzve. Të gjithë pyesin me letra si janë mirë. A janë mirë me letra? Shëndet e gjithë të mirat. Kalojmë nga integrimi, kalojmë në një moment tjetër. Video. Jemi prapë me të madhin, kryeministër. Do të tregoj me fakte sa larg janë ato që thuhen për Shqipërinë dhe korrupsionin. Rama, këto ditë marrim raportin dhe për prokurimet publike. Pra, jemi po tek prokurimet publike, jemi po tek Rama me kufje, që bën dhe ai podcast si puna ime. E Rama thot, do të tregoj me fakte sa larg janë ato që thuhen për Shqipërinë dhe korrupsionin. Pra, në qoftë se ne themi që zëvendës kryeministri është marrë pandehur për pisliqe me tendera. Ky është llaf kot, do na tregojmë me fakte Edi Rama që jo. Në qoftë se themi që kryetari i bashkisë është marrë i pandehur dhe është i arrestuar për korrupsion, do e tregojmë që nuk është kështu. Ka perceptim populli që edhe kur shkon të marrë një certifikat, lindje, duhet paguajë një gjë ndryshe nuk e merr. Edhe ky është gabim. Të falenderojmë vlla. Të falenderojmë dhe na tregon fakte se sa larg korrupsionit jemi. Ti dëgjojmë, ti shohim dhe këto fakte, të vdesim të qetë. Kaq, ja për këto, për një nder rojmë. Të lutem Kristiano, mandro pak, mandro. Shqipëria drejt marrëveshjes për punonjës të huaj edhe me Indin. Sa mirë bëri që e hape o birë. Shqipëria drejt marrëveshjes për punonjës të huaj edhe me Indin. Do me thënë, a thua ti se India është një popullsi indigjene me ca karakteristikat veçanta me 300-400.000 banor në një ishull afër Arktikut, dhe këta me ato veçoritë e tyre është fati madh dhe nderi madh që të marrësh një 3-4. India është 1.5 miliard banor. India është ka vërshuar në për botë.
nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga poli veriut në pol të jugut, drejt marrëveshjes sot për punojës tuaj edhe me Indin. Puna është që para ca ditë është bë një summit. Nuk kam dakord me termin summit, sepse summit do thot takim i nivelit të lartë, që do thot një president me një president, një kryeminist me kryeministër. Jo, një kryeministër me një sallë të cilëve i flet ky kryeministri. Dhe me gjitha që në atë sallë, po mos e bëni muhabet, ishim më shumë punojës bashkie kështu shqiptar se sa tuaj. Nëse marrëveshja duhet të jetë që ju shqiptar, që jeni krah punë që po ndërtoni Gjermaninë, Zvicrën, Francën, a mund të ktheheni? Jo, po Gradeci do indianizohet. Dëgjova ambasadorin e Indis, i lumtur shumë, do sillte indian në Pogradec. Indian. Kuptoni? A thua se Pogradeci, ç'të them, ndër qytetet e Shqipërisë, një ndër më të pashpopulluarit është Pogradeci. Ja del me punëtore me të gjitha, jo, do sjellin indian. Do thoni ju, ti pse ke këtë qëndrim për emigrantët? Jo, unë për emigrantët nuk kam asnjë lloj qëndrimi negativ. Unë kam për shpërbërjen e farës, identitetit shqiptar. Shkojnë në botë, për shembull, shkojnë në Gjermani shqiptar, por nuk ndryshojnë strukturën e popullsisë. Kurse tek ne gjysma e popullsisë ka ikur, dhe kjo gjysmë po zëvendësohet me identitete të tjera. Këtu e ka unë sikletin dhe problemin. Po, le të ndodhë shëndodhë, por ç'pun kam unë. Unë të ardhmen e kam lënë mbrapa. Kështu që ju që e keni të ardhmen përpara, shifni e bëni. Ashtu edhe kjo që sa e u thash, diaspora në Tiranë. Diaspora, ne sa banor kemi këtu, aq kemi dhe jashtë, të prodhuar në të gjallë tonë. Pra nga 90-ta e mbrapa, nuk po flas ata që kanë ikur që nga koha e Zogut, pastaj nga koha e Verogjës, jo, apo Arbereshët, s'quhen. Vetëm këta që janë shpërngulur nga 2 prill, nga 2 korriku, dy korriku 90-s, e këtej janë 45% teorikisht e popullsisë shqiptare. Diaspora në Tiranë. Rama, bëuni pjesë e rrugës drejt BE-s. Mirë thash? Mirë lezo, për të njërë. Bëuni pjesë e rrugës drejt BE. Projekti madh sa amanetit parve. Ju përmbushëm të drejtën e votës. O të më kjo është e tallur me ndere, po është. Do thënë, bëuni pjesë e rrugës drejt BE-s, i thot atyre që kanë ikur në BE. Diaspora janë ata që s'janë më në Shqipëri dhe shumica këtyre që themi diaspora janë Itali, që është BE, Gjermani, që është BE, Francë, që është BE, Zvicër, që s'është BE, por që ndodhet mes të Europës. Atyre që janë atje, Rama i thotë, bëni pjesë e BE-s, projekt i madh sa amanetit parve. Pra, gjyshi tanë duke vdekur, duke dhënë shpirt, duke thënë, na fusni BE. Edhe këta amanet, do më thënë, dhe e ka mbajtur nipi, se ka thënë gjyshi, ka ikur e shkëti Gjermani, ka ikur në Francë, dhe tani i thotë Edi Rama, ju përmbushëm të drejtën e votës. Kjo është tallja tjetër. Si fillim, çdo shqiptar, i cili ka ikur, ka lindur në Shqipëri, ose ka letrat në Shqipëri akoma, ka absolutisht drejtën e votës. Por nuk e ka thënë Edi Rama. Edi Rama, apo më saktë shteti shqiptar, u mundësoj të votojnë aty ku janë. Sepse kush ka ardhur në Shqipëri, në kohën e votimit ka votuar. Por këtë radhë i krijoi mundësinë çdo shqiptari që ndodhet jashtë Shqipërisë të votojë. Si përfundim, 2-13% votoi. Bëjmë një pauzë të shkurtër dhe vazhdojmë,